Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, fundish një edicion qendror të lajmeve në Report TV me mua Enida Vladi. Këto janë titujt kryesor për mbrëmjen e sotme. Qeveria plotson kuadri ligjor që i hap rrugë lejimit të basteve sportive online 28 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit. Autoriteti mbikëqyrës së lojrave të fatis sqaron për Report TV procedurat për licencimin e kompanive, por ende s'ka fat për hapjen e konkurimit. Bastet do të lejohen vetëm online dhe me kartë identiteti. I vequajturi i kryendrituri mblodhi një grusht njerëzish në një takim që avuri emrin Kuvendi Kombëtar Qytetar për të gjetur mënyrën se si të drejtonte vendin. Me një pjesëmarrje të ulët dhe pa figurat kryesore të protestës, në takim pati përplasje dhe paqartësi se si do të rrëzohet qeveria. Postën e Durrësit jo vetëm janë vjedhur 730.000 euro brenda 2 muajsh, por dyshohet se një pjesë e tyre mund të ketë përfunduar në kazino. Sipas hetimeve, para transportoheshin me thas deri në zyrën e ish drejtoreshës Elisabeta Mataj, e cila sot u la në burg. Prokuroria thotë se Mataj frekuentonte kazinot në Tiranë. Detajet të reja dalin në dritë një ditë pas atentatit ndaj biznesmenit 50 vjeçar Thimio Rubati, i cili mbeti i plagosur mbrëmjen e së premtes në Sarandë. Sipas hetimeve paraprake, 2 autorët me skafandra që lëviznin me motore kanë qelluar me 9 plumba pistolete dhe janë larguar me skaf. Motori u gjet pa korr pas ngjarjes. Me ndjenjën se është një ndeshje që nuk ju përket, sonte në orën 23 do të luhet finalja e vogël e botrorit mes Francës dhe Anglisë. Të dy kombëtarët priten me shumë ndryshime në formacion, ndërsa për Deschamps do të jetë ndeshja e fundit pas 14 vitesh si trajner i gjelave.